radhës. Dhe për fatin e keq, ne kemi parë në atë çka ndodh në Aksh, do të thonë infiltrimi i krimit organizuar, apo edhe më tej pastaj në tenderat që u bën me portin, apo edhe që zhvillohet me aeroportin lajmet e fundit, janë të gjitha shqetësuese se kush janë burimet e financimit. Dhe ka shumë kompani offshore të cilat veprojnë në Shqipëri ku ne nuk i dim burimet dhe patjetër sa më shpejt duhet miratuar një ligj për t'i hapur të gjitha burimet e financimit, për t'i frenuar ato dhe në rast se janë prezente për t'i konfiskuar këtë lloj marrëdhënieve ose për ta ndaluar këtë lloj marrëdhënie të cilat synon drejt për drejt interesin kombëtar. Flitet për Smart City, nuk dihet se kush është mbrapa, burimi, interesa e tjera. Flitet për vëzhgimet, sistemet e vëzhgimit, do të thonë që janë në gjithë Shqipërinë, të cilat në një mënyrë tjetër apo jo janë të kontrolluar nga vende të cilat nuk janë të interesit të Shqipërisë nga pikpamja e sigurisë. Pra ka një seri elemente të cilat kërkojnë si nga pikpamja e luftës kundër krimit të organizuar, trafikut drogës, por dhe nga investimet ekonomike, sidomos infrastrukturën kritike që të kenë një transparencë të qartë dhe një interes i cili vjen në të njëjtën linjë me interesin e sigurisë tonë kombëtare dhe duhen shmangur gjithë ato që vinë ndesh me interesin e sigurisë tonë kombëtare. Për një vend të vogël si Shqipëria, ky është një risk dhe një jashtëzakonisht i madh i cili duhet patjetër evituar. Mediu, çfarë rrezikojmë me këto raporte të Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pra, mund të kemi sanksione apo deri edhe në goditje ekonomike që lidhen me investimet e huaja, sidomos investimet amerikane në vend? Shiko, unë nuk mund të flas se ç'mund bëjë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por padyshim një shtet i cili nuk ka siguri juridike, nuk ka funksionim kushtetues, nuk ka, do të thënë, konkurim të lirë dhe hapësira për konkurimin e lirë do të frenonte në mënyrë të jashtëzakonshme investime jo vetëm amerikane, por kudo që të vinin ato dhe të ishin investime të shëndosha. Nuk mund të konkurojë një investim i ndershëm me një investim të parave të trafikut drogës apo dhe interesa të cilat mbështeten qëllimisht për të përfshirë në vendin tonë për të krijuar, do të thonë, një efekt negativ në raport me sigurinë apo për interes geopolitik të një vendi tjetër. Dhe duke qenë kështu, unë mendoj që ka nevojë për një analizë të thellë të gjithë investimet që kanë në Shqipëri dhe mënyrën se si duhet të afrohemi dhe qasjen me investimet e huaja në Shqipëri, gjë e cila nuk ka ndodhur asnjëherë. Kemi qenë komplet spontanitet, do të tërësisht, do të thënë, si temën vulnerabël nga çdo gjë që mund ndodh me këto investime dhe koha ka treguar, do të thënë, që kanë qenë më tepër interesa klienteliste se interesa të cilat kanë bënë me zhvillimin ekonomik të Shqipërisë apo edhe me zhvillimin e sektorit ekonomik të vendit tonë. Dhe ajo që unë mendoj në element fundit fare është që në takon të paktën si opozit, ne të kemi pozicion shumë të qartë se sa çka sot qeveria. Ne nuk ndryshojmë dot qeverinë në kuptimin e politikave që ja bën, ne ndryshojmë qeverinë nëpërmjet zgjedhjeve, por nuk mund ndryshojmë dot politikat e qeverisë. Nuk mund të jemi kaq naiv, por duhet kemi politikë të qartë tonën. Dhe politika jonë e qartë nuk është vetëm për të thënë sa keq e bën qeveria. Politika jonë e qartë duhet lidhet një herë në interesin e vetë vendeve partnerë, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë Bashkimit Evropian, se kush është qasja e tyre, si bëhemi ne pjesë dhe partnerë në këtë qasje, për të ardhur të kërkuar mbështetjen e ndihmën e tyre për zgjidhjen e probleme shumë të rënda të cilat ka Shqipëria sot, ndikimin e korrupsionit, krimit, mungesës së të ndershme e probleme të tjera. Mediu, dhe një pyetje për luftën që do ta lidhë më pas me Shqipërinë. Pyetja e parë është si është pasqyruar lufta, si ka ndikuar, si është reflektuar në qeverinë amerikane, nga ajo që ke arritur të bisedosh zërat pro dhe kundër të kësaj ndërhyrje